Nga si e besimi që do prave nga gjitha anë të vëndë. Ata presin që ne të majnë parasysh interesat e tyre dhe interesat e vëndë. Do gjirësh kujdes. Kur propozojnë apo me thonë ligje. Të rinjë, duan të rrinë se e nisë nga përtanë shme tu e ka me vdojnë që tjetër. Të mëshuar i do të sigurohen se mund të se nësuës në shkuderë në rritë të bardë. Në qytet apo në shakë. Do e sigurit i standart. Dorzoja drejtësisë që kesh kuvën. Në partinë në pushtet, partinë e kremit e ka ju i një partinë. Në Shqipëri po përballet me testin më serioz të shtetit të drejtës. Zëvendës kryeministri Balluku, ja ku e keni, në Kongres të Shtetit të Bashkuar. Dhe ju e një Balluk të gjithë. Ministri e infrastrukturës, kryeministri Edi Rama, potencialisht nuk i ishte i përtetë në Lori Hajduke. Jeni lupi të gjithë, Greunin kam dhe Fristi, jeni lupi, si që jeni. Dorzoja drejtësisë, mos merr pe kuvendin, dorzoja një drejtësisë. Dorzoja drejtësisë, respekto rregullore, respekto kushtetutën, mos pengo drejtësinë. Mos pengo drejtësinë. Mos pengo drejtësinë. Ke 2 muaj që marrë e kuvendin. Respekto rregulloren dhe kushtetutën dorzoja drejtësisë. Dorzoja një drejtësisë. E ka vendin në burg, jo në kuvend. E ti që është aty ajo se jeni të gjithë që ajo. Jeni lupi. Në burg. Jemi ju është Balluk. Pas prej dekadësh. Do të vazhdoj të ushtroj E ka më bukur. Ka rallë monta në botokti. Dorzoja i drejtësisë. Respekto kushtetutën dhe rregulloren dorzoja drejtësisë. Dorzoja drejtësisë. Respekto rregulloren dhe kushtetutën. Dorzoja drejtësisë. Dorzoja një drejtësisë. Dorzoja një drejtësisë. Mos mbroni korrupsionin, dorzoja një drejtësisë. Dorzoja një drejtësisë. Ke 2 muaj ke marrë pend kuvendin. Nuk u lodhe titullin e shet. Kriminal. Dorzoja drejtësisë. Dorzoja drejtësisë. Ke 2 muaj ke bllokuar kuvendin. Ke 2 muaj. Për të kontroll po flet.
Për do kontrol po vlet, do kontrollosh ti e Tirana. Do kontrollosh ti e Tirana. Ai tha mos folni u fare. Bëhet praktike që dushme, një që të matë jo vetë në salë, por në teren, të qytetarit. Lidh sillin dorëzoja në drejtësisë. Sesionit të luar, lojë bashkëpunimi i funksionarë, institucionet e pavarura, dhe në bëllë raportimin që nuk është një rutinë për shkurianë, Dokumentin e Kongresit Shtetit Bashkuara, Komisionit Jashtëm për Europën, kushtuar Ljubi Ballukut, Lidhë Sudenit dhe Lidhë Sarçi. Pavarësisht se një dekadë të reformës të drejtësi në Shqipëri të mbështetur Lejmë se është Belinda Vogël ai, nuk shkej me të. E ka motër more çke, e ka motër more tere. Janë një lloj. Pra, pavarësisht një dekade të reformës në drejtësi në Shqipëri të mbështetur nga Shtetet e Bashkuara, si e vlerësoni çështjen e shqetësimit dhe serioze për pavarësinë e gjyqësorit? Po, të të respektoj. Me Goligata ka duhet. Tani kemë pjesën me Goligatin. Gjon, se është larg. Që në shprirë shqetësime serioze për pavarësinë e gjyqësorit, siguri dhe proces të rregullt ligjor dhe çarrisë të dritë dhe Dorëzoja në drejtësi. Dorëzoja drejtësi. Lidh Këshilli mos fuqi. Procedimet penale për trajtësinë të parlamentare, duke ngritur shqetësime për integritetin zgjedhor dhe përdorimin e mundshëm politik të gjyqësorit si armë. Ja prapë jemi. Përdorni si armë gjyqësorit. Përgjigja. Në partinë pushtet kuptohet partia Krim që përballet pretestit në zëvendës pushtetit të Shtretës e më shumë se një dekadë në pushtet, seria për 4 pyetjeve të komisionit këtu nuk mund të ishte më në kohë se sot. Jeni bërë objekt hetimi, objekt debati në komision e jashtëm të dhomës së përfaqësuesve të Shteteve të Bashkuara. Komision e jashtëm të Kongresit. Në përfaqësimin e opozitës pranë Asamblesë Parlamentare të Këshillit të Evropës. Lidh Këshillin e Rregulloris, dorëzoni kriminalët drejtësisë. Dorëzoni të korruptuarit drejtësisë. Lidh Këshillin e Rregulloris, dorëzoni të korruptuarit drejtësisë. Kaq e thjeshtë është. Lidh Këshillin e Rregulloris të korruptuarit, dorëzoja në drejtësi. Protestat e fundit të nxitura nga arrestimi i zëvendës kryeministres thuhet në dokumentin e Komisionit Jashtëm të Kongresit të Shteteve të Bashkuara, arrestim të nxitura nga arrestimi i zëvendës kryeministres dhe ministres së infrastrukturës të kryeministrit Edi Rama, Belinda Ballukut, potencialisht për arrestim përgatisin një ballafaqim të vonuar për ekspozitë për pavarësinë e gjyqësorit. E kuptoni ju apo jo? E kuptoni ju, ke mbroni humor.